Ku është ofendimi? Aulona Musa reagon pas videos së Benjada Nishanit. Në një intervistë, dy moderatorët Aulona Musa dhe Fatma Haxhialiu kanë ndarë mendimet e tyre mbi figurat aktuale të moderimit në televizionet shqiptare. Komentet e tyre kanë shkaktuar reagime, sidomos ato që përmendin Benjada Nishanin, moderatoren e emisionit Miqt e Pasdites në RTS. Për mua, fakti që Benjada prezanton një emision pasditeje kur nuk di të flas shqip, siç duhet në televizion publik. Ndërkohë, Fatma e mbështeti mendimin e saj duke shtuar: në televizionin publik shqiptar, një nga rregullat kryesore është që të flasësh shqipe të rrjedhshme, të pastër, sepse është televizioni i të gjithë shqiptarëve. Deklaratat nuk u pritën mirë nga Benjada, e cila reagoi në Instastory me një mesazh të drejtë për drejtë: "Qënd le të lehin, karvani ecën përpara." Kjo u interpretua si një përgjigje e qartë ndaj komenteve të bëra nga dy moderatorët në emision. Pas reagimit të saj, Aulona ndau një klip nga intervista, duke e cilësuar komentin e saj si një opinion profesional dhe jo si ofendim personal. Në shpjegimin e saj, ajo shkroi: "Pra, ku ishte shara këtu? Ku ishte mosmbështetja e gruas? Ofendimi, denigrimi. 3 gra me 20 vite eksperiencë në media që i kanë provuar të gjitha llojet e medias, nga e shkruara, kur dilje me diktofon në dorë, tek radio, televizioni, online e tjerë, po thon opinionet e tyre për një temë që i shqetëson, opinione të bazuara mbi fakte. Xhelozi, seriozisht domethënë, ashtu si nuk kam frikë të them çfarë s'më duket e drejtë, ashtu nuk kam frikë të them publikisht edhe kush mendoj që profesionalisht vlen më shumë se mua. Kush e ka parë intervistën e di këtë. Kush nuk e ka parë, ja ku e ka. 3 minuta janë."